Ju përshëndes të nderuar miq, mirë se erdhët në Sport Focus. Takohemi si çdo pasdite së bashku për të folur pikërisht për sportin. Do të bëjmë një analizë sa i përket ecurisë së kampionatit deri në këtë fazë, ndërkohë dalemi më gjërësisht në pjesën e dytë të intervistës për kombëtaren, teksa përgatitet për sfidën me Poloninë e vlefshme për sfidën e play-offit në botëror. Kam kënaqësinë të kem të ftuar gazetarin e sportit Erion Halili. Mirë se erdhët, shumë faleminderit për prezencën tuaj. Atëherë, Erion, ta nisim një herë në fakt me kampionatin. Një këndvështrim të përgjithshëm deri në këtë moment dhe ndalemi pak më shumë te Tirana se ka pasur goxha ndryshime aty. Në fakt e drejtë, është futur kampionati në një fazë vendimtare, jemi në javët e fundit, në sprintin e fundit dhe ka ende shumë verdikte për t'u dhënë, përveç garës për Final Four, ku luhet vetëm për një vend tani, le të themi Dinamo me Partizanin do garojnë deri në fund. Ka i garë shumë interesante për mbijetesën. Pasi Tirana, me qenë se u ndalëm, është skuadra që ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë krahasuar me 2025-ën, e nisi vitin 2026 shumë mirë dhe bën pjesë në skuadrat që kanë marrë më shumë pikë këtë vit 2026, duke rikthyer plotësisht në garë për të mbijetuar për të qëndruar në elitën e futbollit shqiptar. Ka bërë edhe një lëvizje mjaft interesante tani në pankinë, pasi ka rikthyer Orges Shehin, trajnerin që i ka dhënë titullin e fundit në mos gaboj Bardebluve, por gjithashtu dhe një emër që njeh mjaft mirë kampionatin shqiptar dhe besoj që do të jetë një vlerë e shtuar për Tiranën në këtë sprintin final drejt mbijetesës. Por që nuk e ka ndërtuar skuadrën vetë deri në këtë fazë, le të themi kështu, e merr në një moment paksa edhe më të papritur, në një moment ku sezoni është drejt mbylljes, sa do t'i mjaftoj kjo kohë për dhënë më të mirën? Dhe çfarë pritshmërish keni nga Orges Shehi? Dhe Orges Shehi vlen fakti që njeh kampionatin dhe ka eksperiencën e duhur për të menaxhuar skuadrën në një moment kaq delikat si ky. Pra njeh qoftë ambientin klubin e Tiranës, por një edhe kampionatin mirë, ditë të menaxhoj situatën, sepse dihet është një moment shumë delikat. Sa i përket ndërtimit, Tirana është ndërtuar gabim në verë, është ndryshuar totalisht në janar dhe me kaq shumë ndryshime sa ka bërë Tirana në muajin janar, sigurisht që është gati e pamundur që ti të arrish të rikthesh të krijosh një grup të fortë në kaq pak kohë, domethënë me lojtarë të ardhur nga vende të ndryshme të botës dhe disa prej tyre që njohin pak ose as pak dhe kampionatin, është shumë e vështirë që të ndërtosh një grup të fortë. Megjithatë, me eksperiencën e Shehit, por edhe me 2-3 emra si Xhixha apo ndonjë tjetër, qoftë edhe portieri Visar Begaj, mendoj që do të jetë një vlerë shtuar dhe Tirana do të arrijë të bëjë atë hapin e duhur për të qëndruar në elitën e futbollit shqiptar. Për të shpëtuar rënjes nga kategoria. Për të shpëtuar rënjes dhe sigurisht për të mbajtur shënime këtë herë, sepse vitin e kaluar nuk e bën, me qëllim që të mos përsëritet e njëjta situatë, sepse nuk është normale për skuadrën më të titulluar në Shqipëri që për të dytën vit radhazi të notojnë në ujëra të turbullta, aq më tepër që nuk është se i mungojnë financat, sepse shohim që edhe tani në janar afrohen shumë futbollistë, një pjesë të madhe edhe me pagesa shumë të larta, madje disa ndoshta edhe të panevojshëm, siç është rasti i portierit Visar Begaj, sigurisht një portier me vlera të jashtëzakonshme, por mbi paguar. Jo vetëm i paguar mirë, por për më tepër në një repart ku Tirana nuk kishte vuajtur. Nëse kishte një futbollist që kishte bërë shumë mirë gjatë pjesës së parë të kampionatit, ishte pikërisht portieri i Tiranës, portieri Tafas, i cili kishte marrë dashurinë e kapitenit. Pra ishte pa nevojshme, po themi, afrimi i një portieri. Tirana kishte nevojë për futbollist në çdo repart, jo në port. Megjithatë, zgjodhi të dublojë edhe portën, që do të thotë që financat janë aty, parat janë, thjesht vuhet në menaxhimin e skuadrës. Është ndërtuar keq në verë, tani u munduhet të bëj një revolucion që është dhe kjo është e tepër në janar, megjithatë shpresojmë që këtë herë t'ja dalë dhe të mbajnë shënime për vitin e ardhshëm. Shumë patjetër. Se le të themi ka qenë një periudhë e vështirë jo vetëm këtë vit, po kështu ishte edhe vitin e shkuar, kështu që vërtet na duhet të shohim një Tiranë tjetër dhe shpresojmë shumë për sezonin që vjen. Megjithatë, trajneri Orges Shehi, ai sa imi ndjeni pra deri në fund të sezonit, qëndrimi i tij. Do na mbetet për ta parë punën dhe për të kërkuar që po, do të jetë ky arkitekti dhe i sezonit të ardhshëm, apo si e gjykon, apo Shehi mendon ti që do të jetë në vazhdimsi te Tirana? Shiko, sigurisht që në fund sezonit do të marrin drejtim shumë gjëra, sepse me një Tiranë që mund të bjerë nga kategoria, pasi aktualisht flasim është vendin e fundit, pra me një Tiranë që bie nga kategoria është e vështirë që edhe Shehi vetë të pranojë të qëndrojë në drejtimin e tyre. Kështu që prandaj të dy palëve në këtë moment u intereson një marrëveshje e këtillë, por jam i bindur që nëse Shehi ja del t'i mbaj Bardeblut në elit, do të konfirmohet për sezonin e ri, pasi është një trajner që ka bërë mjaft mirë në superiore, i ka dhënë titull Tiranës dhe kështu që tregu nuk është se ofron le të themi alternativa më të mira se sa Shehi për të nisur një projekt
nga viti i ardhshëm, ndryshe nga 2 paraardhësit. Okej, mirë, me qënë se jemi të fundit, se do ndalemi pastaj te kreu i renditjes, kë shikon më të rrezikuar, duke qenë se Tiranën, pra me shumë gjas, e kemi të shpëtuar? Shoh me një këmbë më të rrezikuar shoh Bylisin edhe Vorën. Edhe Flamurtari sigurisht që nuk mbetet pas, por ka dhënë sinjale që ditë luaj futboll këto javët e fundit, ka disa futbollistë cilësor. Sigurisht që ishte edhe Flamurtari vlen e njëjtë diskutim si tek Tirana, që një skuadër e ndërtuar me shumë lojtarë të rinj të grumbulluar para sezonit është e vështirë t'i bësh bashkë, por javët e fundit kanë vënë re që ka dhënë sinjale mjaft të mira. Edhe me Partizanin ishte në avantazh për shumë minuta, tregoi një nivel goxha të lartë loje, kështu që besoj që shoh më të rrezikuar Bylisin dhe Vorën. Vora ishte surprizë pozitive, le të themi, në gjysmën e parë të kampionatit, por këtë vit e ka nisur me një ritëm disi më të ngadalë dhe tani ka filluar të ndjejë dhe presionin e mbijetesës. Pra, rritja e menjëhershme e Tiranës dhe rënja disi në vorbull ka bërë që futbollistët e Vorës ta ndjejnë presionin dhe duke pas parasysh elementet që ka, nuk ka eksperiencën e duhur për ta menaxhuar një situatë të tillë. Është delikate të luash në presionin e pikëve nga java në javë, aq më tepër që kemi hyrë po themi në 10 javët e fundit, kështu që e shoh dhe Vorën të rrezikuar pa aq sa Bylisin. Qartë. Ndërkohë, te pjesa e kreut, Vllaznia, Elbasani, Dinamo, Egnatia janë këto skuadra të cilat kanë mbajtur kreun e renditjes pothuajse që nga fillimi kur u konsolidua, pra le të themi kështu edhe renditja në kampionat. E nisim me Vllaznin, i shikoni si pretendentët kryesor për titullin kampion? Në Shkodër e shohin si vitin e duhur këtë dhe ata po. Presojmë tjetë i tillë. Në fakt edhe ndeshjet direkte flasin në favor të Vllaznis, ka marrë rezultate pozitive ndaj Egnatias që vitet e fundit ishte cilësuar dhe macja e zezë e shkodranëve, por si vjet Vllaznia ja ka dalë të fitoj 2 herë dhe të marrë dhe i barazim ndaj tyre, ka fituar 2 herë ndaj Dinamos, pra le të themi që ndeshjet me rivalët direkt i kanë në favorin e vet, po njëjta gjë edhe me Elbasanin. Kështu që fakti që ka fituar, le të themi, një farë autoriteti dhe në kundërshtarët e nivelit vet, i jep një farë bonusi më shumë edhe për Final Fourin, sepse sigurisht aty do të vendoset jo pak, pavarësisht se edhe pikët në kampionat kanë rëndësinë e vet, por vendimtar do të jenë ndeshjet e Final Fourit në fund, kështu që shihet si favorite, ka element të shumë, në të gjitha repartet është përforcuar edhe me një tjetër futbollist si Dodaj në merkaton e janarit. Pra në çdo repart ka element, ka alternativa dhe ka futbollist që edhe në situatat më të vështira janë gati ta marrin skuadrën për dorë ta nxjerrin nga situata. Kështu që është me të vërtetë në rrugën e duhur. Po kështu edhe Egnatia është kampione në fuqi pavarësisht të ndryshimeve të shpeshta, sepse është një skuadër që në çdo merkato humb 1 apo 2 futbollistët më të rëndësishëm dhe i duhet pak javë trajnerit Tetova që të përshtasë emra të tjerë në ato reparte. Pra e penalizon disi merkatoja, le të themi, por gjithsesi edhe Egnatia është kampione në fuqi, ka futbollistë që dinë si fitojnë titujt, kështu që mbetet edhe Egnatia gjithashtu favorite. Shoh disi më pak favorite Elbasanin, më shumë për faktin se nuk kanë eksperiencën e duhur në ekip, por duke qenë pa presion, le të themi, sepse askush në Elbasan nuk ka vënë presion mbi titullin. Që patjetër titullin. Kjo mund t'i bëj pak më të lehtë në aspektin psikologjik dhe emocional. Ndërsa Dinamo dhe Partizani do të duelojnë deri në fund për qenë skuadra e 4 të Final Fourit. Nuk e dim kush do t'ja dalë, më ka befasuar Dinamo, sepse ka ndryshuar totalisht krahasuar me ato të 2025-s. Duket sikur diçka nuk shkon në kampin blu, ka tension, ka don trajneri Daja që del dhe akuzon, ose le të themi sulmon në distancë drejtorin Luan Pinari, futbollistë që ikin, futbollistë që vinë, një sulmues që nuk po gjendet për ta shtyrë topin në rrjet, një skuadër e varur shumë nga humori i Devi Bregut. Në Thonjza, kur Bregu është në formë dhe merr skuadrën për dorë, Dinamo fiton, në të kundërt vuan shumë. Jo më kot është në këtë fazë, pasi ishte në fund të 2025-s, ishte me distancë konsiderueshme nga Partizani, tashmë në pikë barabarta, mos gaboj. Kështu që kjo 2026 nuk ka nisur mirë për Dinamon, megjithatë edhe aty besoj që trajneri Daja do di ta fusi skuadrën në shinat e duhura. Si një ndër trajnerët më me eksperiencë fakt që kemi, ëh? Sigurisht, trajner dhe për mendimin tim nga më të mirët në Shqipëri, rezultatet flasin jo vetëm fjalët tona, por edhe rezultatet flasin në favor të tij, është trajneri i vetëm shqiptar që ka shkuar 3 herë në fazën e grupeve të kompeticioneve europiane, kështu që shpresojmë që të vazhdoj të bëjë të njëjtën gjë edhe në vijim me Dinamo, pse jo, por fillimisht i duhet të sigurojë një vend në Final Four dhe pastaj të mendoj për Europën. Kush e rrezikon vendin në Final Four? Partizani ndërkohë
Edhe po tenton, por gjithsesi surprizë ishte për keq fakti që nuk ishte në katërshën e parë. Teksa Elbasani, besoj këtë përshtypje kishit edhe ju, që edhe mund ishte dhe mund mos ishte, por duket sikur e ka të sigurt të katërshën e parë deri tani. Po, rezultatet konfirmojnë që Elbasani është aty, ka futbollist cilësor, nuk ka presion, luan më qetë le të themi, ka i tifozëri për të admiruar që ndjek qoftë në Elbasan, qoftë në transferta, dhe kjo është në një periudhë kur po luhet me stadiume thuajse të boshatisur, prania e atyre qindra apo pak mira tifozëve është sigurisht që është e rëndësishme. Kështu që po bën mjaft mirë dhe nuk besoj që do lëshoj terren në kaq pak javë sa kanë mbetur. Pastaj Partizani është rritur ndjeshëm nga java në javë dhe me 2-3 futbollistë cilësorë që ka arritur të marrin në merkaton e janarit, qoftë rikthimi i Valentino Muratajt, qoftë sulmuesi Sidi Bey, që është shumë cilësor, mendoj që i ka shtuar edhe më shumë forcën e vet dhe është në rrugën e duhur për të qenë pjesë e Final Four-it. Sigurisht shumë do të varet edhe nga çfarë do të ofrojë Dinamo, pasi Dinamo është shumë më e konsoliduar, por nëse rikthehet Dinamo e 2025-s, sepse aktualisht si ka punët në vile, themi, trajneri Daja. Qartë, mirë. Ndërkohë, siç e thash dhe në fillim, do flasim pak edhe për kombëtaren, teksa kampionati pra është në ecuritë vazhdueshme dhe do mbetet për të zbuluar javë pas jave se si do shkojnë ndeshjet. Është e sigurt, sfida që do ketë Shqipëria me Poloninë, një ndeshje shumë e rëndësishme në fund të marsit, ka nisur në fakt që tani trajneri pra po i vështron nga afër futbollistët. Si e gjykon këtë ndeshje Erion me kundërshtar Poloninë? Është një ndeshje që të gjithë mezi e presim, është hera e parë që Shqipëria luan në një fazë të tillë, pra faza play-off për Kupën e Botës, sigurisht një rrugëtim shumë i vështirë, mision shumë i vështirë, por jo i pamundur, kështu që të gjithë bashkë, duke filluar nga trajneri dhe futbollistët, por edhe ne duhet të besojmë që mund t'ja dalim, sepse vetëm kështu mund të shprehemi më mirë dhe mund të kemi më shumë shanse, le të themi. Ka nisur tashmë puna e trajnerit Silvinjo, që ka nisur me një turn nëpër Europë për të ndjekur dhe për të folur nga afër me futbollistët. Sigurisht kjo vlen jo thjesht për t'i parë ata dhe gjendjen e tyre fizike, por edhe për të diskutuar me ata, për t'i karikuar, për le të themi për t'u çuar pak atmosferën e ndeshjes, sepse mungesa e grumbullimit që nga muaji nëntor, le të themi, ka shkëputur disi, ka bërë që në mendjen e futbollistëve të harrohet disi kjo ndeshja e play-offit, sepse kanë kaluar tashmë thuajse 3 muaj që nuk janë grumbulluar, kështu që ishte e rëndësishme ky turi i Silvinjos për t'i takuar gjithë, për t'i karikuar disi, për t'u thënë që vazhdoni mirë këtu, por shikoj se në fund muajit mars na pret dhe një sfidë tjetër shumë interesante. Është pozitive që pjesa dërmuese e futbollistëve titullar kanë të njëjtën ecuri, po luajnë rregullisht, dikush në formë më të mirë, dikush më pak, por po marrin minuta, përjashtu Armando Brojen që është pak e pakuptim situata e tij, herë thuhet që ka dëmtim, herë thuhet që është zgjidhje e trajnerit, por është jashtë prej disa javësh, është rikthyer Reimana në Turqi, aty ku ka gjetur konfidencën me golat, por edhe minutat, kështu që gjë shumë të rëndësishme për i sulmues këto, dhe kjo është pozitive. Aslani po ashtu në Turqi? Aslani në Turqi, që është ndeshja e dytë në mos gaboj titullar, ka dhënë edhe një asist, pra fakti që po tek Torino le të themi që kishte humbur, prej më shumë se një muaj rrinte në stol, ndërsa tani po merr minuta, sepse për një mesfushosje ai duhen edhe minutat, kështu që duket sigur situata është në rregull. Edhe Mario Mitaj që në janar u fol shumë për një transferim dhe u la jashtë skuadre disa herë, është rikthyer sërish të luajë titullar, po merr minuta dhe ai. Jemi në rrugën e duhur sa i përket formës fizike të futbollistëve, sepse kanë gjendje të mirë, si kuptohet muaji mars është kulmi i sezonit dhe përgatitja fizike është maksimale, por kanë edhe minutat e duhura në këmbë që të mund të përballojnë një 90 minutësh mjaft të tensionuar si ai në Poloni. Fakti që Broja nuk po aktivizohet shumë te Burnley, ja rrezikon vendin si titullar në këtë ndeshje apo jo? Tani momentalisht duhet të kemi të qartë një çfarë po ndodh me Brojen tek Burnley, sepse së fundi është thënë që ka i dëmtim, pra të mbetur jashtë për shkak dëmtimi dhe po ndërkohë askush tek klubi i Burnley nuk jep detaje, pra çfarë dëmtimi është, sa do qëndrojë jashtë dhe kur do të rikthehet. Kështu që prandaj thash është pak e komplikuar situata e Brojës. Megjithatë, pa minuta në këmbë, sepse, të pretendojmë për gola, sigurisht do ishte akoma më mirë, po të paktën të kishte minuta, pa minuta në këmbë është e vështirë që ti besosh nga minuta e parë një ndeshje si ajo me Poloninë. Kështu që edhe nëse do të arrijë të rikthehet, të jetë në formë për atë ndeshje, ndoshta Silvinjo do ta shohë më shumë si një zgjidhje për 15-20 minutat e fundit, ku me le të themi energjinë e tij mund të jap diçka ndryshe, sesa për të përballuar një ndeshje që duhet thënë do jetë edhe një ndeshje sakrifice, sepse
Polonia është një emër për të respektuar, qëndron shumë më lartë se sa Shqipëria, qoftë në rankimin e FIFA-s, por edhe me eksperiencën që ka me të futbollistat e gjithë. Kështu që do jetë një ndeshje ku do duhet të sakrifikojmë shumë, të vrapojmë shumë dhe broja nuk është se shquhet nga këto futbollistët e sakrificës. Ndërkohë, dy futbollistët tjerë, Muçi dhe Mehmeti, duket se po japin më të mirën të skuadrat e tyre respektive. A besoni dhe a do dëshironi të grumbulloheshin në këtë sfidë, pse jo t'i shikonim në ekipin e Muçin e kam bindjen që do të grumbullohet dhe besoj që do të marrë dhe minuta, sepse është një futbollist që Silvinho e njeh, e ka pasur pjesë të kombëtares vazhdimisht, por jashtë vitin e fundit, le të themi, që ndoshta u ndikua edhe nga fakti që edhe vetë Muçi tek Beşiktashi më përpara nuk po kalonte në formë të mirë, jo më kohë të transferuar tek Trabzonspori. Tani ka gjetur veten, është në formë të shkëlqyer, siç e thatë, kështu që e ka më të lehtë Silvinho ta thras, ta bëj pjesë të grupit sepse njihet me pjesën tjetër të skuadrës, kështu që mjafton fakti që është në formë të mirë dhe është një mundësi për të dhe për ne. Jo thjesht të grumbullohet, por edhe të marrë minuta të rëndësishme në shpresojmë të jenë 2 ndeshjet, jo një. Patjetër, shpresojmë që po. Ndërsa Mehmetin? Ndërsa Mehmetin e shoh pak më të vështirë, pavarësisht se ka bërë edhe ai një hap të rëndësishëm në janar, është transferuar në një skuadër si Ipswich që synon rikthimin në elitën e futbollit anglez, ka shënuar edhe golin e parë fundjavën që lan pas dhe po bën sërish shumë mirë. E shoh më të vështirë sepse ka qenë vetëm 2 herë pjesë e grumbullimit. Në ato 2 herë ka pasur edhe një përplasje me trajnerin Silvinho për pozicionin e aktivizimit. Mehmeti në klubet e veta luan si sulmues i majt, sepse preferon të hyjë drejt qendrës, të godas me të djathtë. Silvinho e aktivizonte në të kundërt dhe ja ka shprehur këtë qëndrim të vetin hapur. Në optikën e Silvinhos, një futbollist kur vjen kombëtare duhet të pranojë çfarë do lloj roli që i ofrohet dhe pikërisht për këtë arsye ka lënë jashtë prej shumë kohësh tashmë dhe është e vështirë, edhe nëse e grumbullon, është e vështirë që Mehmeti të mund të gjejë atë feelingun e duhur me pjesën tjetër të futbollistëve në kaq pak ditë. Kështu që është një grumbullim shumë i rëndësishëm, le të themi, për kombëtaren për t'i besuar Mehmetit tani. Të shohim se çfarë do ndodhë, sepse trajneri ka në dorë të gjitha në fakt për të vendosur. Erion, jemi në minutën e fundit, por duket njohur pak edhe ty personalisht, kisha një pyetje kështu për mbyllje. Interi nuk është pjesë e Champions League-s, u eliminua. Si ndihesh? Jo, shiko, është... Dhe pse ndodhi kështu, Zikaltrit, edhe vjet, edhe si vjet? Shiko, kjo është e thjeshtë, në fakt. Vitin e kaluar, Interi tentoi të fitojë të 3 trofet dhe i shkoi deri në fund, thuajse të gjithëve, pra në finalet të Championship, deri në javën e fundit në garë në kampionat, në gjysmëfinalet të kupës, dhe në fund u masakrua. Pra një skuadër që garoi për të treja, sepse fituesin nga Humsi e ndan një fill shumë i holl në fund fare kur shkon deri në finale. Një skuadër që garoi për të treja, në fund askush nuk e duar trokiti që luftoi për të treja deri në fund, por e masakruan. Dhe këtë vit, duke qenë se presioni ishte shumë i madh dhe ngarkesa psikologjike, tek Interi duket sikur për asnjë moment nuk e patën prioritet Championsin. Pra u fokusuan tek kampionati. Kjo u pa edhe gjatë fazës së grupeve ku në shumë ndeshje trajneri Silvinho linte jashtë titullarët, por edhe pas ndeshjes me Bodon, shumë tifozë u mërzitën, por në fakt shikoja futbollistët e Interit në deklarata shumë të qeta, askush nuk e vuante, le të themi, eliminimin. E panë si diçka, pra duket sikur bën një pakt aty, që më mirë ta mbyllim këtu rrugtimin, të mos harrojmë që nëse Interi do kualifikohej muajin mars, ka 4 ndeshje shumë të vështira në kampionat, mes tyre derbi me Milanin, ndeshja me Atalantën, me Fiorentinën, dhe përveç këtyre do i përqendroj të gjitha energjitë aty tani. Do i shtoj Komoja në kupë, gjysmëfinalja, që është në fillim muajit mars, do i shtoheshin edhe 2 ndeshje Championsi dhe për më tepër 4 apo 5 futbollistë të Interit që janë titularë të Italia janë shumë të rëndësishëm edhe për Italinë, sepse të mos harrojmë edhe Italia ka një mision më të vështirë se Shqipëria, do të tentoj të rikthehet në botëror pas 2 mungesash. E drejt, shumë e drejt. Erion, faleminderit shumë për gjithë analizën dhe kohën tënde, ishte kënaqësi.